Prej 8.000 deri në 10.000 përdorues të kokainës, rreth 1.000 të heroinës dhe mbi 2.000 të drogave të tjera të fuqishme që përdoren kryesisht në jetën e natës janë në Kosovë, bazuar në vlerësimet e bëra nga organizata Labirint që merret me varësitë nga substancat narkotike. Në këtë organizatë si problematik të veçantë përmendin numrin e të rinjve që gjatë ahengjeve të natës përdorin droga si ekstazia, amfetamina dhe GHB-a, e të cilat ata i kualifikojnë si të parrezikshme dhe pa ndikim në krijimin e varësisë. Por Muharrem Ademi, koordinator në Labirint, alarmon se përdorimi i kombinimit të këtyre narkotikëve që njihen si droga për parti, në shoqërim edhe me alkool e barna mund të çojë deri në vdekje. Përdorimi droga në për klabe ose në për party drugs që quhen, është këgja shqetësuese ke polydrug users që quhen, do me thonë personat që të marrin disa lloje të drogave njëkohësisht. Janë disa droga që janë këgja të rrezikshme, edhe kombinimi tyne është kanherë edhe fatal. Për shembull, nëse ka përzimje mes stimulantëve shumë të fuqishëm edhe depresantëve. Kina pas vdekje të shumta ku dikush ka përdor GHB, që është depresant edhe ka përdor bashkë me kokain. Krahas rrezikut për vdekje, Ademi thot se përdorimi i tyre mund të prodhojë pasoja të natyrës si fizike ashtu edhe psikologjike. Para është vdekshmëria. Më thonë rreziku shumë i madh për me pas sulme në zemër ose ndonjë problem tjetër shëndetësor që me dërgu deri te kolapsi i organeve të trupit, është si me thonë një urë, një kalim ku dërgojnë të disa droga tjera cilët mund është më bëjmë varën, edhe e treta është do me thonë rrezikshmëria e vetë kontrolës. Për rrezikset nga përdorimi i narkotikëve që lidhen me jetën e natës, alarmon edhe psikiatria Samir Ebraina. Ajo e kualifikon me të perceptimin e krijuar tek të rinj se ato nuk mund të shkaktojnë pasoja e varësi. Ideja se disa droga janë jo të rrezikshme kur përdoren rrallësht mit, që shpesh e hap derën për përdorime të shpeshtë dhe më problematik. Personat në fjalë që konsumojnë vetëm në fundjavë lidhen me idenë që nuk mund të kaloj mirë pa të, edhe nëse përdor vetëm një herë në javë. Përdorimi në raste mund të bëhet model i sjelljes, për shembull për çdo stres ndjesi të zbrazët, fest shoqërohet me dëshirën për drogë. Droga me përdorimin më të shpeshtë konsiderohet marihuana, e cila depërton në Kosovë kryesisht nga Shqipëria. Bazuar në të dhënat e policisë, gjatë vitit të shkuar janë sekuestruar mbi 1 tonë e 279 kg marihuan, 27 kg e 800 gram heroin, sasi kilogramshe të pluhurit të pa identifikuar me ngjyrë të bardhë, të verdhë, të kafenjtë në të zezë, të hirtë e me karakteristika të ndryshme, mbi 3 kg e 700 gram ekstazi, më shumë se 700 gram ketamin dhe më shumë se 300 gram kokain të tipit crack, si dhe lloje të tjera me sasi më të vogla.